Jo, nuk do të është ajo mënyra klasike, thash, ajo mënyra që këta vazhdojnë ta persekutojnë zotin Meta duke i kryer telefonatat me gazetarët. Unë dje isha në studio televizive, kolegës tuaj në Top News, dhe zoti Meta avantisht më kishte parë, mori telefon, dhe unë i hapa telefonin, ku gazetarja ishte dëshirë të bënte 2-3 pyetje. Drejtoria e burgjeve si duket e konstatoi këtë që ai po diskutonte me gazetare, me mjet numrit avokatit dhe me njerë i ndërpreu sinjalin. Dhe kjo është një nga ato format e tjera klasike kur ndërkohë që raporti i avokatit të popullit në datës të 27/11/2025, pra të disa muajve më parë, ka arritur në përfundimi që presidenti zoti Meta duhet të ketë komunikim të vazhdueshëm me mediat, nuk duhet të ndalohet komunikimi me mediat, duhet të ketë intervista me gazetarët dhe duhet të ketë një qasje ndryshe sepse ai është ish president dhe është kryetari i partije politike. Dhe këtu i mohen atij dhe të drejtat politike dhe duhet të ketë takim qoftë me deputetët dhe qoftë me anëtarët e partisë së tij, gjë që drejtoria e burgjeve ja ka privuar në mënyrë paligjshme.